Edhe këtë kisha mangët? Aslı! Aslı, e në vete! Aslı, e në vete përgjigju! Ozan! Të më ndihmoj dikush! Aslı, e në vete! A ka njeri këtu? A më dëgjon dikush? Ozan! Aj. Berçin! Berçin! Ozan! A ka njeri aty? Ai do të më paguaj për gjithçka që ka bërë. Një nga një. Do t'i tregoj se çfarë do të thotë të mashtrosh dikë si unë. Do t'u bëj jetën ferë që të dyve. Ngadal! Sibel, ngadal! Dua të shkoj t'i pështyj në fytyrë sa më shpejt të jetë e mundur, Julie. Por që të jesh në gjendje ta bësh këtë, duhet të shkojmë shëndoshë mirë. Duar dhe këmbët po më dridhen, a eshe? Shiko se në gjendje jam unë për shkak të Tarikut. Shiko përpara! Ai! Nëse nuk mund të vozisësh si duhet, më lër mua. Të flasim për çfarëdo që duhet të flasim, për të lutem le të jetë hera e fundit. Mos më telefono dhe mos më pyet më. Gjithsesi nuk kemi asnjë arsye për të takuar ose për të folur bashk. Je e sigurt? Çfarë do të thotë kjo? Nuk po më fsheh asgjë, apo jo? Çfarë po të fsheh unë ty? Hedie. E zbulova datën e lindjes së Aslës, duke llogaritur mbrapsht. Hedie ma thuaj të vërtetën. Asla, a mund t'jetë vajza ime? Ndihmë, ju lutem! A ka njeri këtu? Ozan! Ozan! Më ndihmoni! Ozan! Ku jam kështu? Bergjine? Ku është Bergjine? Bergjin? Bergjin, ku je? Ozan? Bergjin? Do më ndihmoj dikush? A nuk ka njeri? Dikush do më ndihmoj, a ka njeri aty? Ozan! Bergjin! Ndim! Asla? Bergjin! Ndim!
kush mendon se mund të jetë? Me kë po më tradhton ai? Dhe sa kohë ka që vazhdon kjo lidhje e neveritshme? Sibel, po nxjerr përfundimet e nxituara. Ende nuk e kemi kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Ndoshta është thjesht një keqkuptim gjithçka. Jo, dua të them se ai e gjeti dikë më të bukur, më të zgjuar se unë. Çfarë ka ajo që unë nuk e kam? Më thuaj, hajde, më thuaj. Hajde, nxito edhe ti, hape rrugën, hajde. Sibel, të lutem qetëso. Do të flasim përsëri për të njëjtat gjëra? Sa herë të kam thënë? Pasi më leti mua, pastaj ti... Unë ty nuk të lash, moj. Unë u ktheva. U ktheva për ty. Por ti nuk isha aty. Nuk ka kuptim të kthehemi vazhdimisht të njëjtat gjërave. Në një mënyrë ose në një tjetër nuk ka rëndësi. Pas atij incidenti, u takuam me Xhengizin dhe u martuam pak kohë më pas. Unë nuk kam se ti tregoj ty të gjitha këto, por me qenë se ke dyshim, më lejo të ta them përsëri. Aslı është vajza e Xhengizit, jo jotja. Hedije, më shiko mua. Hedije, më shiko në sy dhe më thuaj të vërtetën, të lutem. Aslı, a është vajza e Xhengizit? Nuk është as pak e këndshme që po i diskutojmë këto gjëra këtu. Unë nuk kam fare nevojë të të bindë për asgjë. Jo. Nuk do të largohesh kaq shpejt kësaj here. Sepse ende nuk kam mbaruar me fjalët. Por t'ja nuk do të vijë tek unë pasi ti kishe marrë shënimet e leksionit? Doja të vija. Në fakt I mora shënimet, por pastaj ndodhi diçka. Dojë ti merre rezultatet e provimit pa mua, apo jo? Dhe pastaj do të më detyroj të të lutesha që të më tregoj çfarë ndodhi. Sidoqoftë, hajde më jep numrin e kursit që tu telefonoj vet. Jo, nuk bën, nuk ta jap. Dua të them, u telefonova tashmë. Rezultatet nuk janë shpallur. Pra, edhe sa do të presim ne kështu? Sidoqoftë, mua më duhet t'i dërgoj këtë porosit. Do të takohemi në kafene, në rregull? Shihemi. A nuk ka dikush të më ndihmoj? Ju lutem të më ndihmoj dikush. A ka njeri? A je mirë? Telefonin! Telefonin! A mund të përdor telefonin tënd? Pra hoqe dorë nga unë kaq shpejt, apo jo? Kaq shpejt më I më harove mua.
gjete dika tjetër me njëherë dhe u martove shpejt, apo jo? Ti nuk mund të dirë se çfarë kam kaluar. Nëse do doje të gjeje dika do i kishe gjetur Tarëk. Nëse doje të vije, do të vije. Të paktën të kishe dërguar një mesazh. Tani nuk mund të më pyesësh pa turp. Nëse unë ty nuk po të pyes, sigurisht që nuk mund të më pyesësh. Hajde baba, përgjigju në telefon. Zonjë, ne shkojmë në një takim. Nëse dëshironi mund t'ju lëmë në qytet. Më lejo edhe 2 minuta, më lejo se ti telefonoj nënës. Zonjë! Nuk mund të parkoni këtu. Zonja është përpara dyqanit tonë. Është rrugë, vëlla, do të parkoj unë ku të duaj, përveç kësaj jam edhe me nxitit. Mallrat po vinë, zonjë. Ka një parkim 30-20 metra më larg. Në rregull, vëlla, në rregull. Do të çmendem, po vi tani. Sibel, a mund të qetësohesh? Qëllimi im nuk është të kërkoj llogari, por e them këtë sepse nuk e besoj atë që po thua. E dia që njoh unë. E dia që unë dua. Ajo do të kishte pritur. Nuk do të kishte rënë kaq shpejt në dashuri me dikë tjetër në asnjë mënyrë. Sidomos jo me një burr të tillë. Nuk gaboj që e dyshoj për këtë. Edhe ti e di këtë. S'po flas për diçka të pamundur. E di e. Asllë nëse është vajza ime. Kam të drejtë ta di këtë gjë. Ajo gjithashtu ka të drejtë ta di se kush është baba i saj. Vajza ime e njeh babain e saj. Nuk mund të shkaktosh të lashe duke sa juar mundësi që sharake në kokën tënde. Më kuptove? A nuk të duket e arsyeshme? Ti mund të besosh çfarë të duash në botën tënde të fantazisë, por nuk mund të merresh me familjen time. Dëgjoj po ta them për herë të fundit. Nëse i thua edhe një gjë vajzës time, nëse e ngatron vajzën time, do të bëj të pendohesh. Ai mundo të më kapësh, këtë herë do të funksionoj. Hajde. Edhe një herë provoj asla. Nuk të funksionoj. Nuk mund ta bëj, nuk mund të dalë që këto. Do t'ja dalin së të lë këtu. Hajde. Prit. Ozan! Ozan, hapi sytë! Ozan! Ku janë ata? As nëna ime nuk po e hap. Zonjë, ty po të pres. Keni të drejtë. Unë ju lash juve të prisja shumë një kohë të gjatë, por duhet ta informoj familjen time. Jeta e shoqes time është në rrezik, duhet t'i tregoj patjetër. Sikur nuk kam gjë tjetër për të bërë përveç se të merrem me këta idiot. Ai kush është tani ky që vazhdon të telefonoj vazhdimisht? Sibel, unë shikova brenda. Tarëku nuk është aty, le të Prit, shkojmë. të kontrolloj edhe unë. Nuk ndihem rehat pa kontrolluar. Do të kontrolloj? Sibel, po të them se nuk është, përse nuk më beson mua? Më vjen keq, e dije. S'po përpiqem t'ja shkatroj jetën askujt.
Jam thjesht në një situatë shumë të vështirë. Rrugët tona u ndan shumë kohë më parë, Tarak. Tani kam familje unë, kam fëmijë. Nuk po mendon fare për tati. Çfarë do të mendonte dikush nëse do të na shihte duke u takuar fshehur azi kështu? Më të merron ideja mos na sheh dikush, ha? Çfarë do t'u themi njerëzve? Si do ta shpjegojmë këtë, Tarak? Sibel, ti përse nuk më beson mua? Ai, kush është ky njeri që po më telefonon vazhdimisht? Po, tani urdhëroni, pse po më telefononi? Nën, ka ndodhur gjëra të tmerrshme këtu. Lulja ime vogël, çfarë ndodhi? Ai e mirë? Nën ne humbëm pra shtëpisë në mal. As Lëra në një grop nuk e di në çfarë gjendje është tani, as Ozani nuk po e gjej dot. Të lutem e ja këtu me njëherë. Në rregull, shpirt qetësohu, në rregull. Merr frymë thellë, po vi me njëherë unë. Ku jeni ju? Ku jeni? Në rregull. Ai, Çfarë po ndodh, Sibel? Mos ka ndodhur diçka? kanë humbur. Hajde të shkojmë që t'i marrim, hajde. A të dhem bende? Jo, jam mirë, nuk ka gjë. Jo, pra, është shumë thellë, s'ka për të na gjetur askush. Duhet të ikim nga këtu sa më shpejt jetëm. Unë u përpoqa shumë herë pas të vjeti. Toka thërmohet, nuk mund ta mbash. Është të kushton ta provosh edhe një herë. Pastaj unë jam më i gjatë. Ja, edhe këtu, në këtë situatë, ti ke mendjen të matesh me mua. E pabesueshme. Të thash mos e do lëndohesh, nuk po më dëgjon. Ja, pra nuk dëgjon ti. E çfarë duhet të bëjmë asla? A të qëndrojmë këtu për gjithmonë? Duhet të dalim disi. Po të them se është e pamundur të dilet që këtu Ozan. Vetëm do të lëndohesh kot, asgjë tjetër. Pa na gjetur dikush nga jashtë, është e pamundur që të dalim ne të dy nga këtu. Asla nuk është vajza jote. Hiqe këtë nga mendja. Ajo do të ketë një jetë të bukur, do të ketë sukses. Mund të jesh krenar për këtë, por vetëm si profesori i saj. Sepse ti nuk je asgjë më shumë se kaq. Urdhëro Julide. Çfarë ndodhi? Si humbën në pyll? A janë ende atje? A janë ende, më thuaj? E dije fëmijët. Inspektori e shqyrtoi gjithçka me kujdes. Ai e përgatiti raportin, nuk e dim për mbajtjen e tij. Ai ja dërgoi raportin zonjës Julide me anë të kurrierit. Hajde. A ishte ki kurrieri që përmendet ti? Urdhroni, zotrim Mimtas. Falenderit, mund të largohesh tani. Nëse do kishe sikur 2 gram tru në kohë, do të kishe rregulluar vetë këtë punë. Por falë zotit që punë të mia i bëj vetë, nuk t'i lo ty. Tani, zonjës Julide, duhet t'i dërgohet ky zarf. E kuptove? Po, shpirt. Fëmijët. Mirë, në rregull e dashur, në rregull, mos u shqetëso ti, po vi me njerë. Mos u shqetëso e dashur, do t'i gjejmë.
Vëlla, çfarë do t'ju them kësaj vajze tash? E gëzova shumë atë, i dha shpresë. Ajo e dha provime për shkakun tim. Si do i them që nuk e kaloi tash ajo provimin? Çfarë do të them unë aga? Gjithsesi ajo do ta marrë vesh një ditë. Do mërzitet shumë, vëlla. Do heq dorë nga gjitha ëndrat e saj. Ha, prit, po vjen e Lyli, mos të shoh ty. Në rregull, jam në makinë. Unë nuk duroj dot më. Mendoj se i kanë shpallur tashmë, duhet të telefonoj. A mund të më japësh numrin e telefonit? Harova të tregoj unë. Unë u telefonova. Thanë mos të telefonojmë, se do të informojnë gjithë kandidatët kur shpallen rezultatet. Ka një problem me sistemin. Më thanë se do të vënohen pak. Unë u lodha shumë duke pritur kështu. Shpresoj të dalin deri në mbrëmje. Nuk e besoj. Nuk do i shpallen rezultatet sot. Si duket po telefonojnë? Nana Qenka. Alo? Urdhëronën e dashur. Çfarë? Aslo u zhdok. Si ashtu? Nën, shpirtim. Nën, u friksova shumë se s'do të mund të të kontaktoja. Berqen, ku është Ozani? Nuk e di. Nuk e kam parë fare Ozanin. Asla? Është Asla ende në atë grop? Duhet ta shpëtojmë vajzën me njëherë. Ajo ishte aty unë kur u largova, pastaj erdha dhe shkova në pyll për të kërkuar ndihmë dhe pastaj humba dhe vetë. Nuk e di si do ta gjej përsëri atë vend. A i ndodhi gjë asaj? E dashur, a je mirë? Memtas, duhet ta gjejmë Aslën dhe Ozanin. Mos u shqetëso e dashur, në rregull qetëso. Do të gjejmë njëherë. Të lutem. Ndim! A ka dikush që të na ndihmoj? Kemi rënë në grop, na shpëtoni! A mendon se kanë filluar të na kërkojnë? Duhet ta marrin vesh që kemi humbur që të fillojnë të na kërkojnë. Ndoshta Bergjini ka informuar? Mendoj se Berqini ka humbur ndërsa na kërkonte neve. Në këtë situatë vetëm ujqërit do të na gjejnë. Nuk rridot pa na i bërë gjakun huja, po jo. A ka me të vërtet ujqër këtu? Jo më çfarë ujqërish, thjesht po bëja shaka. Le të mos ketë aman, vetëm ujqërit i kemi mangët këtu, aman le të mos ketë? Unë nuk e mbaj mend. Ti thua se kjo është rruga nga kam ardhur, por unë as nuk e mbaj mend se nga cila rrugë kam ardhur. Si do t'i shpëtojmë ata ne? Në rregull e dashur, në rregull, mos u mërzit më. Mos bëj kështu të lutem. Ku thatë se ishte shtëpia në mal? Zotëri komesar, shtëpia është pikërisht në mal. Telefoni i Ozanit nuk është në linjë, Memtas. A duhet ta kontrollojmë shtëpinë në mal? Në rregull. Ku është Asla? Ku ka rënë vajza ime? Do të fillojnë kërkimin ato. E informova unë zonjën Hedije, erdhëm së bashku. Ju lutem filloni kërkimin sa më shpejt jetë e mundur.
Duhet a kisha dëgjuar nënën time. Çfarë kërkoj unë këtu? Shiko se në çfarë situate jemi. Kemi ngecur në një grop e duke pritur ndihmë nga dikush. Ti vete ke fajin. Duhet ta kërkonin Berçinin së bashku. Ti ishe ajo që the se duhet të ndahesh. Në fakt, kjo është për fajin tënd. Nuk duhet ta kishe lënë vajzën vetëm. Çfarë i the Bergjinit ti? Çfarë ndodhi që e zemroi kaq shumë atë? Nuk ka rëndësi. Nuk e lë dot me kaq. Si the, s'të kuptova. Jo asgjë. Ajo më rrëfeu diçka. Çfarë të rrëfeu? Më tha se kishte ndjenja për mua apo diçka të tillë. Se më ka dashuruar që në familje. Po ti çfarë i the asaj? Zotri komesar, ne kemi besim të ti. Po fillojmë me kërkimin, ushtar pas meje. Mirë, në rregull. Vajza ime mbaroi tani, mos ki frikë. Bergjin, mos i ka ndodhur diçka vajzës time? Mos u godit diku kura? Nuk jam e sigurt. E po, mirë, a i kishte syt hapur? Apo ishte pa ndjenja vajza ime, Gjor? Moj vajzë, pse e le aty dhe erdhe këtu? Mirë? Mirë në rregull, mos ju vërsul vajzës ime? Ka përjetuar trauma, jo? Edhe vajza ime është diku në fund të një grope. Nuk e di as ku është, të paktën e jotja është me ty. Ju lutem, a mund të qetësoheni pak? Të gjithë jemi mjaft të tensionuar tashmë. Nuk mund të jemi qetë fare. Po fajsojmë vajzën time. Vajza ime i tha xhamdarmëri se gjithçka që dinte. Do t'ju njoftojmë prej atje. Ne do të shkojmë në shtëpi. Sibel, prit pak. Shihemi në shtëpi, Tarik. Hip në makinë. Zhyride, nëse keni nevojë për diçka, unë jam këtu. Shpresoj të mos i ketë ndodhur gjë Ozanit. Nan? Çfarë bët? E gjetët Aslën? A ka ndonjë lajm? Shpirti nënës nuk ka ende lajm. Pra ajo e poshtra Berçini e pas ka lënë ashtu, apo jo? Bi, kështu tha Hedia pra. E si mundi ta bënte një gjë të tillë kjo vajzë? Është e njëjtë si nëna e saj. Nuk më ka pëlqyer asnjëherë ajo vajzë edhe ashtu. Mos thuaj ashtu edhe ti. Në fund të fundit, kur nëna e saj na akuzoi se ishim hajdut, ajo solli mashneta dhe na nxorri nga situata. Ajo shoqja e Aslës. Mos u zemro, shpirt, mos u zemro. Hajde, të ulemi pak. Në rregull, le të shpresojmë të marrim lajme të mira ne. Ai djalim shpirtim, të bëra sup me lëng pule, parshërim si një ilaç. Silma, në Silma. Si ma ka ta ndisën kështu dritën e syve të mia, ai mua. Mos e prek se dhem. Aman, o zot. Çfarë të thash, o zot, o zot? More, bir, çfarë miqkja ka ky djalë kështu? A mos është mafia, po ndonjë gjë? Jo, çfarë mafie? Shiko këtu, ku e gjeti ai njeriu që do të rrihte pa ty, ha? Ha? O, zoti madh. Të betohem se vendi ku të ka goditur të është mavjosur keq ty. Unë në fakt do ta mavjoja mirë. Por erdhi ai dhe më sulmoi nga pas. Sa po i afrohesh atij jagëzin, bastardi. Kur ai njëri më sulmoi papritur. Ha nga dru kot më kot.
Jo kot më kot. Kjo rahje do të na sjell dobi neve. Priti telefonoj Nuranit dhe ta shoh ajo se vajza e saj ka shok të tillë problematik, ha? Pastaj ta shohim nëse do të mbyllet e Luli të flas me djem rrugaç. Mos ki merak fare ti. Unë Berqinin nuk e kam parë me atëse. E kam parë gjithmonë si një shoqe. Për mua ajo ishte gjithmonë vajza e Xhaxhit Arikut. Nuk kam pasur kur ndonjë ndjenjë tjetër për ta. Vetëm se për shkakun tënd jemi në këtë situatë. Nuk e kuptoj. Kush e di se sa duhet të jetë mërzitur ajo? Sa e dëshpëruar duhet të ketë qenë kur e refuzove duke i thënë se të shoh sikur shoqe. Ajo me zim blodhi gjithë guximin dhe erdhi dhe e foli me ty. E refuzove atë vajzë pa e menduar fare si do të ndihej ajo. Pasi e bëre këtë, është normale që ajo të largohej. E çfarë duhet të bëj Asli? Duhet të kisha thënë po, do të rrim bashkë. Duhet të kisha dhënë shpresë. Më duket se është faji im që ta thash. A erdhen ata të ty të kërkonin? Pra, Ç'do thot mendja që del vetëm në pyll ti? Ç'ke shkerep në kokë? unë edhe ashtu, pra nuk shkova vetëm atje. Ne dolëm për një shëtitje me Ozanin. Më pas, i tregova unë ndjenja që kisha për të. Ha, çfarë tha ai? Ha? Si reagoi? Nën. Ozani mua nuk më do. Asla! Zemër mu përgjigj! O, Zot, mos lejo ti ndodh diçka vajzës time! Asla! A i gjetët? Fatkeqësisht nuk e gjetëm, por mos u shqetësoni, do ta gjejmë. Asla! Asla! Nuk doja ta lejoja. Nuk do ta lija të ikte ajo jo. Ajo do ishte në shtëpi tani vajza im. Do ta gjejmë Hedie. S'ka pse shqetësohemi kaq shumë, do ta gjejmë edhe Astën edhe Ozanin. Asla! Vajza ime ku je? Ku je, moj bi, ku je? Ozan? Ozan? Jo, pra. Nuk është këtu. Ku je, bir? Ku je ti? Mos u shqetësoj dashur. Ku është Ozani? Është mirë? Ku është duke në këta memtas? Nuk e kuptoj unë. Shpirt. Ozani një këtë vende si në plëm të dorës që në fëmjeri. Mos u shqetësoti. Asgjë nuk do t'i ndodh. Ha? Hajde ulu dhe pusho pak. Në rregull? Hajde shpirt. A ka ndonjë lajm nga Asla? Jo akoma. Kërkimi ka filluar thë halla. Edhe ne jemi në pritje. Do kaloj kur të mbarajon. Mase mund t'ju ndihmoj disi. Telefonuan nga policia. Ti edhe ashtu nuk e një vendin, për gjithsesi faleminderit që mendove. Shiko, pavarësisht sa është ora, më njofto me njëherë. Në rregull? Në rregull, të njoftoj. Shihemi. Shife tash. Më vjen shumë keq. U përposhta të ndaloja, por ju jeni mirë apo jo? Mirë ja, mos u shqetëso. Nuk ka asgjë për të shqetësuar. Çfarë ndodhi këtu? O, më vjen shumë keq. Vërtet i shtypa frynat, por nuk u ndal.
Aslı! Aslı, ku je, moj bi? Aslı, ama dëgjon moj! Aslı, ku je, vajza ime? Aslı, shpirt, ama dëgjon! Aslı! Aslı! Kjo është Aslës. Hedia, prit! Oh, Eja, Hedia. më lër, Rehat. Më lër. Jo, kjo nuk është Aslës. Ku je, më Asla? Asla, shpirtim, ku je? A je mirë? Mirë jam. Thjesht jam u rritur shumën. Dhe nuk I ndjej këmbët. Mere vish edhe këta. Jo, nuk ka nevoj, mirë jam kështu. Ose boj kokë fort bën ftohtë, do ftohesh. Jo, edhe ti do të ftohesh, mbaje ti. Ti nuk ke forcë as të ngrihesh, por prap bëhesh kokë forte. Ti je shumë e çuditshme. Nuk më le zgjidhje tjetër. Por siguracioni I makinës më ka skaduar. Jemi duke u zhvendosur, më bërita në Ankara vetëm sot. Autometi është regjistruar në pronësi të holdingut. Po, kompania është e babait tim, prandaj. Më duhet ta sekuestroj makinën. Nuk do t'ja kërkoja këtë nëse nuk do të isha në një situatë vërtet të vështirë. Por siç ju thash, jemi duke u transferuar. Kam qeni pa punë për një kohë të gjatë. Aplikimi im në Ankara u pranua. Kam gjëra shtëpie për të transportuar. Do të ishte vërtet vështirë pa makinë. E pa nëse ky shoku ankohet, duhet të ndërmarroj veprime. Dhe automatikisht duhet ta sekuestroj makinën. Nuk po bëj ankesë. Dua të them, nuk ka ndodhur asgjë. Edhe ne jemi mirë. Prandaj, mos ja vështirësojmë punën. Sinqerisht, ju faleminderit shumë. Faleminderit. Por nëse më jepni numrin tuaj, do të doja të mbuloja këto shpenzime. Dëgjoj, nuk ka kurfar problemi. Mos u shqetëso për një gravishje të vogël. Faleminderit, nuk do të harroj këtë nder. Nëse e keni zgjedhur mes jush, nuk ka problem, qoftë e kaluar. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Kërkoj ndjes, faleminderit shumë. Të uroj fat me punën e re. Faleminderit. Të ka hipertensioni. Sigurisht që je shqetësuar. Sikur të merrnin ndonjë lajm të mirë për atë vajzë. Sikur të na thoshin që e kanë gjetur. Ai, mendoj se duhet të shkojmë edhe ne të kërkojmë. Nën, ulu këtu të lutem, çfarë po bën kështu? Do të semurësh më shumë, po shoh pak. Pastaj vetëm do të bëjmë zhurmë kot. Po të duaja nuk do të shkoja unë? Alo, urdhro Razie. Alo, Nuran e dashur, shpirtim. Si jeti, a je në shtëpi, më thuaj, se thash të kaloj. Jo, Razie, sinqerisht nuk e kemi fare të rezim për momentin. Do të telefonoj më vonë, në rregull. Pse moj grua, mos ndodhi diçka? Më dukesh keq nga zëri. Razie, të telefonoj më vonë ty, hajde. Ma mbylli telefonin mua. Çfarë po ndodh kështu me këtë përsëri?
E dje, mund të pushosh pak nëse do. Vajza ime është zhdukur. Nuk e di çfarë i ka ndodhur asaj. Nuk kam kohë të pushoj. Edhe po erësohet tani. Nëse do mund të kthehesh ti. E dje. Unë nuk jam armiku yt. Edhe unë dua që ta gjej më Aslën po aq sa do edhe ti. Hajde, Mimtaz. Në rregull, shpirt. Po vi, në rregull. Ku të ketë shkuar ky djalë? Të jetë kthyer prapë në qytet ndoshta? Ta di unë, shpirt. Kjo është Ozani. Atëherë mos më humb kohë. Të gjejmë vajzën time sa më shpejt. Që të suesi do të bëj efekt pas pak. Do të flesh rehat. Të telefonova kaq shumë herë. I telefonova edhe babait. Ku ishit jo? Pse nuk përgjigjeshit në telefon? Edhe unë dua t'ja bëj babait tënd këtë pyetje. Ku ishte? Me kë ishte?
Çfarë ishte kjo? Asgjë s'është. Hapu drejt që të martë, hapu! Ai, jo kjo nuk po bën. Pse e ndaluat kërkimin? Pse nuk po I gjeni fëmijët tanë? Çfarë do të bëjnë aty jashtë deri në mëngjes? Zonjë, ju lutem qetësohuni tani. Ju lutem bëni diçka. A nuk keni ekipe speciale? Dërgojini ato. Ju lutem mos ndaloni derisa t'i gjeni. Zotëri komesar, a keni folur me njerëz që e njohin këtë zonë? Nëse është e nevojshme, vazhdojmë të kërkojmë deri në mëngjes. Nuk mund të kërkojmë nëpër këtë errësirë. Ka mundësi të ketë edhe stuhi. Do ta rifillojmë kërkimin sapo të lind dielli. Çfarë po thoni? Çfarë do bëjnë fëmijët tanë këtë të ftohet deri në mëngjes? Po sikur të ndodh diçka. O Zot na Do ruaj. të vazhdojmë të kërkojmë nesër në mëngjes. Mümtaz. Shpresoj të mos bjerë shi. Nuk e frika, po je mirë? Personi me të cilin jam e dashuruar është Ozani. Dhe jam çmendurisht e dashuruar me të. Unë jam e bllokuar këtu në një grop në mes të pyllit me një njeri egoist që thyen zemrat e njerëzve. Nuk doja t'ja thyej zemrën askujt. Ja thash të vërtetën. I thash Bershinit thjesht se nuk kisha të njëjtën ndjenjë për të. E the ti. Dhe mbaroj apo jo? Dhe e gjithë dhimbja e Bergjinit mbaroj. E çfarë duhet të bëja? A duhet ta gënjeja? A duhet t'i thosha se e dua shumë? Plaga e hapur nga e vërteta shëroj lehtë. Mos u shqetëso. Në këtë orë të natës, të bllokuar në një grop në mes të pyllit e shikon për çfarë po flasim bashkë? Mua mos më bërtit. Jo, nuk po të bërtas. Thjesht nuk dua të flas më për këtë. Në rregull? Atëherë mos fol, mos fol. Sikur të detyrova unë të flasësh ty, a? E dje? Shumë ftohtë bën. Mund ta veshësh këtë nëse do. Vajza ime është diku atje jashtë, në përërsi. Ka urri dhe ftohtë. Çfarë rëndësie ka nëse unë kam ftohtë? Ke të drejtë.
por prap se prap duhet të jesh e fortë. Mendoj se duhet të përpiqesh të flesh pak. Aslı është njësoj si nëna e saj. E fortë. Kokë fortë. Mos u shqetëso. Ajo do të duroj. Gjithsesi do ta gjejmë nesër. O Zot. O Zot, mbroj fëmijët tanë, o Zot. O Zot. O Zot. Mos i vërë në sprovë nënat dhe fëmijët e tyre. Do t'jepja jetën time për një frymë të vetme të fëmijës tim. Dua vetëm ta gjej që ndorsh e mirë ata. S'dua asgjë tjetër.